إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Falënderimet dhe madhrimet janë për Zotin xhalleshanahu. Atë falënderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kë udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, në rrugën islam, nuk ka kush që largon prej saj, dhe kushdo i cili për veten e tij ka zgjedhur të largohet edhe të devijohet nga kjo rrugë e bukur dhe e pastër, nuk ka kush që udhëzon përveç Allahut fuqiplot. Zoti është udhëzuesi dhe orientuesi i njerëzve. Ai është i cili i hap zemrat dhe i mbush me besim. Prandaj e falenderojmë Zotin elhamdulillah pa mas, i cili na ka udhëzuar dhe na ka orientuar drejt tij, që le ta njohim Zotin xhaleshanahu, ta besojmë atë, të bëjmë vepra të mira për të fituar kënaqësinë e Allahut këtë botë dhe në botën tjetër. Dëshmojmë dhe deklarojmë se s'ka zot tjetër përveç Allahut, një të vetëm pa shok, krijues dhe sundues deri në kiamet. Po ashtu të dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam është rob dhe dërguari i Allahut i fundit, i cili e përmbylli me sukses shpallën hyjnore dhe e çoi në vend amanetin e Zotit xhaleshanahu. Allahu thot në ajet Kur'ani që lexuam: O ju besimtar, o ju muslimanë të cilët besuat Zotin, keni frikë dhe respekt ndaj tij, dhe vdekja mos t'u gjejë ndryshe vetëm se duke qenë besimtar musliman, të bindur ndaj Allahut xhaleshanahu deri në momentin e fundit. Po ashtu Allahu ju drejtohet mbar njerëzve nëpërmjet Kur'an famëlar, ku thot: O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, i cili ju krijoi nga një vete, nga Ademi alayhis salam, dhe nga ai krijoi palën e tij Havan, dhe nga këto dy ushtuan shumë burra dhe gra. Keni frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore dhe vëllazërore mes jush, me të vërtetë Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Vëllezër, falenderojmë Zotin i cili na bëri të mundur të arrijmë këtë ditë të madhe, ditë xumaje, e cila është dita më e mirë e javës, e cila është edhe në muajin më të mirë të vitit, në muajin e Ramazanit. Edhe i lutemi Allahut që gjithë ato ditë që kemi agjëruar të na i pranojë agjërimin dhe çdo vepër të mirë që kemi bërë. Edhe i lutemi Allahut që të na falë çdo mëkat dhe gabim që kemi bërë dhe të na udhëzojë për të bërë sa më shumë vepra të mira. Pejgamberi alayhis salatu wasalam thot në një hadith madhështor, ku Zoti xhaleshanahu thot e zbukuron xhenetin e tij për çdo muaj Ramazani. Pra Zoti xhaleshanahu e zbukuron xhenetin, i cili pret besimtarët, robërit e Allahu xhaleshanahu për të hyrë në të. Edhe çdo muaj Ramazani ai zbukurohet akoma edhe më shumë se ç'është. Pra xheneti është i bukur, i pakonceptueshëm dot për mendjen tonë, aq i mirë dhe madhështor është, por çdo muaj Ramazani përsëri Allahu e zbukuron akoma dhe më shumë. Edhe thot: O njerëz, o besimtar, a jeni gati, a jeni përgatitur për të hyrë në këtë xhenet të bukur të Zotit xhaleshanahu? Po ashtu pejgamberi sa më ka thënë që muaji Ramazanit është muaj në të cilin punët e mira shpërblehen dy fish në krahasim me muajt e tjerë. Muaji Ramazanit është muaji i bereqetit dhe i shtimit të pasurisë dhe të mirësisë dhe të begatisë, është muaji i pendimit, është muaji i faljeve të mëkateve. Ramazani është muaji i çlirimit nga zjarmi i xhehenemit dhe arritja në xhenet
Pra o njerëz, o musliman, në muajin e Ramazanit të largohemi nga çdo vepër e keqe dhe çdo haram. Në këtë muaj të lexojmë sa më shumë Kur'anin famëlar dhe gjithë kohën ta kalojmë duke kujtuar krijuesin ton, krijuesin e gjithësisë. Mos të mendojmë që muaji i Ramazanit është si muajt e tjerë, por Ramazani është i veçuar nga vetë Zoti fuqiplot, sepse ai e ka veçuar për shkak të madhështisë, për shkak të bujarisë, për shkak të mirësisë që ndodhet në këtë muaj. Prandaj jemi të kujdesshëm që mos na ikë ky muaj pa i marrë këto vlera të mëdha që vetë Zoti xhaleshanu ja ka dhënë këtij muaj. Agjerimi i Ramazanit që bëjmë është mburojtje dhe mbrojtje për agjeruesin. Çdo njeri prej nesh që agjeron është duke agjeruar dhe mos të thot fjalë të pahishme apo fjalë të këqija apo fjalë të ulta, mos të ngrejmë zërin me agrezivitet, me armiqësi dhe çdo herë që dikush na shan apo na ofendon, ne të heshtim dhe të themi që unë jam agjerueshëm. Ky është pra agjerimi i mirë dhe i bukur dhe i pastër. Të largohemi nga fjalët e liga, nga fjalët e shëmtuara, nga agresiviteti, nga agresioni, nga ofendimet. Edhe nëse dikush pra na shan dhe na ofendon, ne t'i themi me butësi që unë jam agjerueshëm. Ky është muaji i durimit, pra i sabrit, dhe shpërblimi për sabrin është xheneti. Është muaji i durimit për shkak se ne do të jemi të durueshëm gjatë gjithë kohës, edhe shpërblimi për durimin që bëjmë, Allahu thotë që është xheneti. Ky është muaji në të cilin shtohet furnizimi i besimtarit. Ai që jep iftar një agjeruesi, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka shpërblimin e njëjtë me atë që ka agjeruar pa ju paksuar atij, sepse Allahu është bujari i madh edhe ka për të gjithë besimtarët. Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i than o pejgamberi i Zotit, po ne nuk kemi mundësi që të ushqejmë agjeruesit, se jemi të varfër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, qoftë edhe me një hurm apo me një glënk ujë apo qumësht, ti inshallah e ke marrë shpërblimin e Zotit xhaleshanu. Pra e rëndësishme është që besimtari ta ketë atë shpirtin bujar apo zemrën bujare, apo të jetë solidar me vëllain e tij musliman, edhe t'i ofroj sadopak për iftar me qëllimin e mirë, me niyetin e pastër tek Zoti xhaleshanu, sepse Allahu me të vërtet e shpërblen atë pa mas. Agjerimi këtij muaj mundëson pastrimin e shpirtit, pastrimin e zemrës dhe faljen e mëkateve dhe gabimeve që ka bërë besimtari gjatë vitit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë pra, 5 kohët e namazit, nga namazi deri në namaz, nga xhumaja deri në xhuma dhe nga Ramazani deri në Ramazan, Zoti i fal të gjitha gabimet e vogla që ka bërë nëse janë shmangur nga gabimet e mëdha. Allahu xhaleshanu i ka dhënë njeriu një rast ideal që ai të pastrohet nga mëkatet pra 5 herë në ditë. E më pas i ka dhënë një mundësi që të pastrohet nga mëkatet çdo javë nga xhumaja deri në xhuma, po ashtu i ka dhënë një mundësi që të pastrohet nga mëkatet e bëra gjatë vitit nga Ramazani deri në Ramazan. Kush agjeron pra, siç thot vetë pejgamberi selam, kush agjeron muajin e Ramazanit me besim dhe me bindje tek Zoti që do t'i falen gabimet dhe mëkatet, Allahu ka për t'ia falur çdo gabim dhe mëkat që ka bën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot në një hadith kutsi ku Zoti xhaleshanu ka thënë, çdo punë e birit të Ademit është për veten e tij, vetëm agjerimi ai është për mua, thot Zoti, dhe unë di se si ta shpërblej. Pra Zoti e ka lënë sekret shpërblimin e agjerimit. Arsyeja e veçimit të agjerimit në këtë hadith është se ky adhurim ibadet është i fshehtë mes robit dhe Zotit xhaleshanu dhe askush nuk e din. Pra Zoti e ka lënë sekret shpërblimin e agjerimit, prandaj duhet që besimtari ta kryejë këtë adhurim me përkushtim dhe me bindje të plotë për Zotin xhaleshanu në mënyrë që të përfitojmë shpërblimin e Allahut në këtë botë, por shpërblimi më i mirë do të jetë në botën tjetër, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që xheneti ka 8 dyert dhe një derë e xhenetit quhet Rayyan
në të cilin do të futen të gjithë ato që kanë agjëruar Ramazanin, po Allahu do të thotë ku janë ato që kanë agjëruar, edhe pasi të futet njeriu i fundit, ajo derë do të mbyllet për gjithmonë. Prandaj të përfitojmë nga kjo mirësi dhe begati e madhe e Zotit xhaleshanu, i cili na e ka dhënë. Të përfitojmë dhe të marrim shpërblimin e Allahut, i cili është pa kufi në këtë botë dhe në botën tjetër, të japim vetes mundësinë për të fituar xhenetin e Allahut xhaleshanu nëpërmjet këtij adhurimi të madh, agjërimit, por duhet që këtë agjërim ta kryejmë ashtu siç na takon një muslimani, pra. Ta kryejmë adhurimin e agjërimit ashtu siç i takon muslimanit, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që agjërimi më i mirë është ai agjërim që bashkë me të agjeron edhe syu i tij, agjeron edhe veshi i tij, agjeron edhe goja e tij, agjeron edhe dora dhe këmba e tij. Pra, mos ta bëjmë agjerimin thjesht në mënyrë formale, të rrim pa hëngrë dhe pa pi, edhe mos t'i lejmë ato veset negative. Të largojmë fjalët e liga, të largojmë thashethemet, të largojmë gibetin dhe përgojimin mes njëri tjetrit, të largojmë shikimin nga harami, të largojmë dëgjimin nga harami dhe të largojmë dorën mos të prekim haramin dhe të largojmë këmbët tona por mos na çuar deri tek harami. Allahu xhaleshanu e bëri agjërimin e ditëve të tij obligim dhe detyrim, ndërsa faljen e natës e bëri sunet dhe jo të detyrueshme, por shpërblimi dhe sevapi i tij janë të pakrahasueshme. Ky është muaj në të cilin shtohet furnizimi besimtarit, shtohet e mira, shtohet bereqeti, shtohet mirësia, shtohet solidariteti dhe shtohen të gjithë të mirat e Zotit xhaleshanu. I lutemi Allahu xhaleshanu që të na mundsoj ta kryejmë këtë adhurim ashtu siç duhet. I lutemi Zotit xhaleshanu që të na mundsoj faljen e gabimeve dhe mëkateve. I lutemi Zotit xhaleshanu që të na përmirësoj sjelljet, normat, moralin dhe të gjitha ato vepra të mira që e kënaqin Zotin xhaleshanu. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله ملك العزيز الأعلام، كما قال تعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الأحياء